Tani në momentin kur ne taksojmë, dhe nuk na pëlqen kjo shifër takse, 23%, 30%, ne do protestojmë. Ne na mbyllen të gjithë llogarit që i kemi digjitale, pse ke protestuar? Pse ke shkelur ligjin se nuk lejohesh të protestosh? Kush nuk do të di? Ruajeni këtë gjë. Nuk po thot gjë fare, do jetë më keq se kaq. Tani na hodhët te kodi i ri penal. Të keqën. Na i lidhë dhe na i bët kështu, po tani Ja shikoje. Kushtovi moneda nuk do ekziston. Ka hyrë qeveri ky? S'dim gjë. Atëherë, nëse një monedë digjitale do sjellë shkeljen e të drejtave themelore të riut, Po. Unë e besoj. Dori mori dy shembuj që për mua janë konkret. Sepse neve kemi aderuar në të drejta, kemi aderuar në ca konventa. Dori besoj që ka një formalizim të ekonomisë fal digitalizimit pagesave. Dhe sigurisht Kur i do ai e shtyp, kur si do se shtyp. Formalizimi duhet. Nëse po Formalizim është? çfarë do ndodhi dhe si do t'i rrotullohet truri atij atë ditë, këtë s'ta them dot, se nuk e di si do i rrotullohet as pas një javë.